Ku ndryshon një polic djalë me një polic vajzë? Shko, ka gjë. Dikur, kur bisedonim që cili është roli i femrës, më thonin tuajt, ta një femër, ta kur i drejtohet një qytetari, ka një ton soft më të butë, dhe qytetari ka qikë vështirë që t'i hakrehet femrës. Kuptimin që se burë me burë. Po. Nësa një oficer... Femrat, edhe ku punojnë në policinë, në komunitet, kur ka denoncime, për dhunë familje, ka dhe denoncime njështëra. Pra, në qëse i police me ndjesinë e nënë dhe kuptojnë që fëmija po gënjen, apo s'po gënjen. Sepse ka rasti që fëmija denoncon teatrin për dhunë familje se nuk e latë shkojnë në disko. Ja dhe këto gjëra. Por e zbusin atmosferën. Dhe oficerja e policisë ka intuitën për ta kuptuar? Nën. Porosia që u jepja vajzave ishte ky. Çfarë? Vajza, mbajni veten tuaj në piedestalin femëror, mos u mashkullizoni. Mos u bëni burra. Mos u bëni burra. Sepse duke qenë pak rrezikojnë që të integrohen, të asimilohen, të bëhen si burra. Po, të bëhen si burra.